Struktura e punësimit në Shqipëri ka ndryshuar gjatë vitit 2025, ku tendenca kryesore është rritja e peshës së punonjësve me pagë dhe të e formave tradicionale të punës. Sipas të dhënave për grup moshën 15 deri në 64 vjeç, numri të punësuarve ka zbritur nga 1.057.000 persona në vitin 2024 në 1.042.000 persona në vitin 2025, duke reflektuar një rënje të lehtë të punësimit total. Megjithatë, brenda kësaj kategorie vjet re një ndryshim i rëndësishëm në mënyrën se si shpërndahet punësimi. Punonjësit me pagë janë kategoria më e madhe dhe kanë vijuar të rriten, duke përfaqësuar 52.6% të punësuarve në vitin 2025, nga 50% që ishin në vitin 2024. Kjo rritje tregon një orientim më të madh drejt vendeve të punës ku individët marrin një pagesë të rregullt. Ndryshimi më i fortë është shënuar te punëtorët pa pagesë në bizneset familjare. Kjo kategori ka rënë ndjeshëm nga 25.1% në vitin 2024 në 18.2% në vitin 2025, duke humbur afro 7% brenda një viti. Rënja tregon se një pjesë e punës që më parë mbështetet te aktivitetet familjare pa pagesë, po zëvendësohet nga forma të tjera punësimi. Vetë punësimi pa punonjës me pagë ka shënuar rritje, duke kaluar nga 21.4% në 25%. Edhe kategoria e të vetë punësuarve me punonjës në varësi është zgjeruar nga 3.5% në 4.2%, duke treguar një rritje të numrit të personave që krijojnë ose zgjerojnë aktivitetet e tyre ekonomike. Dhënat tregojnë se viti 2025 sjell një treg pune me më pak mbështetje te puna familjare pa pagesë dhe më shumë fokus te punësimi me pagë dhe aktivitetet e pavarura ekonomike. Edhe pse numri total i të punësorëve ka pësuar ulje, ndryshimi i strukturës tregon një transformim të mënyrës se si shqiptarët angazhohen në tregun e punës.